Në fakt, fatkeqësisht, nëse i shohim do të thotë edhe fushotat zgjedhore, se si ka ardhur deri më tani, partia që tani më ka dalë e palla sipas rezultateve zgjedhore, vazhdimisht në qendër të premtimeve të saj, si gjatë fushatës, po edhe gjatë qeverisjes, e ka pos aspektin e projekt ligjit në fjalë. Megjithatë, do thotë ky ligj asnjëherë nuk ka arrit që të miratohet. Është miratuar 3 herë në qeveri. Në 3 proceset, në 3 herë që është miratuar në qeveri, asnjëherë nuk ka pasur konsultime publike adekuate. Pse kjo nguti, kjo formë për ta Shumë bërë këtë shëndetshme. projekt ligj, duke pasur hapësirë, nuk është një prej ligjeve që kërkon domosdoshmë të bëhet me një urgjencë. Çka është kjo? Shumë e çuditshme, do thotë rasti i fundit tash u publikua për konsultime publike, është rasti vetëm përjashtimor që kanë vepruar pozitivisht dhe që kanë dhënë afat të mjaftueshëm bazuar në rregullore dhe si Instituti i Kosovës për drejtësi kemi dërguar gjitha këto dokumente. Mirë, po shumë e çuditshme kjo nguti. Për shembull, do të thotë ka vonesa disa mujore në një proces të caktuar, kur vije puna te konsultimet publike, aty nuk i zhvillohen sepse thonë kjo në disa arsyetimin se është çështje urgjente. Në rastin e parë kur ishte miratuar ky projekt ligj, ishin shkurtuar në kundërshtim me rregulloren afatet për konsultime publike me një farë arsyetimi publik se ky projekt ligj duhet miratohet brenda vitit, do thotë pa hyrë janari. Në 2 rastet e tjera nuk ishte pasur fare konsultime publike. Ky ligj është trajtuar 2 herë nga gjykata kushtetuese dhe 2 herë ka rënë në gjykatë kushtetuese. Një herë ka rënë për meritat e tij, për përmbajtjen e tij që ka, një herë ka rënë për shkak të procedurës së ndjekur. Ndërkaq që patëm edhe tentativën në legjislaturën e fundit që ky ligj të kaloj pa u shurtuar në mënyrë sipas afateve të rregullta në mes të 2 leximeve. Fatmirësisht si IKD e kundërshtuam këtë dhe kjo nuk kaloi dhe ligji u publikua për konsultime publike dhe tash shohim se ka një sër problemesh dhe një sër çështje që duhet të adresohen në këtë projekt ligj para se i njëjti të miratohet dhe që fatmirësisht e patëm një publikim për konsultime publike që mundsoi konsultime publike adekuate dhe gjitha këto komente tani më vetë i kemi përcjell në Ministrinë e Drejtësisë, nga e cila tani edhe presim që e njëjta t'i adresojnë në përputhje edhe me procedurat edhe me rregulloren e saj.